Këtu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Albin Kurti është përgjigjur pyetjes time të mbrëmshme më shpejt se sa që kisha menduar. Beogradi nga ana tjetër ka shpërthyer në revolta dhe Vučići shkon drejt pikjatës. Kjo është ajo që do diskutojmë sot për të parë dhe për të kuptuar cilat ishin arsyet e vërteta të ardhjes së Albin Kurtit në Tiranë, përse Albin Kurti u takua me dorën e ngrohtë të Edi Ramës, pranë dhe përballë arkmortit të babait të tij politik, Fatos Nano, i cili është ndarë nga jeta dhe janë kryer homazhe dje në Pallatin e Kongreseve këtu në Tiranë. Përse Albin Kurti ishte i detyruar të vinte? A ishte për protokoll shtetëror apo kishte arsye të tjera? Përse Albin Kurti u përgjigj kaq shpejt? A ishte i detyruar ta bënte këtë përgjigje apo jo? Një natë më parë ne i tham Albin Kurtit se cila ishte përgjigja e tij, cili ishte komenti i tij dhe përse ai kishte qenë në Tiranë, në arkmortin e Fatos Nanos, takuesin, njeriu që takoi Miloševićin në Kret dhe njeriu i cili kishte thënë më parë se Kosova e ka kryeqytetin në Beograd dhe kur publikisht nuk kishte kërkuar as falje, as nuk ishte tërhequr nga kjo deklaratë e tij. Përse Kurti erdhi në Tiranë? A mos ka nevojë ai për ndihmën e Tiranës? Cilat janë arsyet? A ka një afrimitet të Albin Kurtit me Edi Ramën dhe përse ndodh në këtë moment? Cilat mund të jenë arsyet? Përse Albin Kurti kishte të nevojshme të ishte i pranishëm në Tiranë dhe në të njëjtën kohë të mohoj atë që bëri dhe që ishte? Albin Kurti e ka dhënë të rrufeshme dhe të menjëhershme, madje më shpejt nga që unë e imagjinoja, përgjigjen e tij për pjesëmarrjen në ceremoninë e varrimit të Fatos Nanos, ish kryeministrit shqiptar dhe babait politik të Edi Ramës. Këtu, përtej këndvështrimit të militantëve, do të bëjmë një analizë të imësishme dhe të hollë, të cilën nuk do t'ja bëjmë në vende të tjera, jam i sigurt, përse ndodhi kjo dhe çfarë fshihet në prapaskenë. Disa nga militantët e vetëvendosjes më thanë mbrëm që jo, po si ka mundësi, po jo dhe ne jemi habitur, po do ta ketë ndonjë arsye, po patjetër e ka ndonjë arsye, po edhe ai do ta jap përgjigjen, po çfarë mund të ketë qenë, po si është e mundur Albin Kurti që po mban rolin e kalorësit të mbrojtjes së interesave të Kosovës dhe kalorësit të shqiptarisë në Ballkan, vjen në një moment ku nuk po mund të formojë dot qeverinë. Dhe kjo ka ndodhur menjëherë pas ardhjes së Donald Trump në pushtet dhe kuptohet qartësisht që ka presion amerikan për opozitën në Kosovë që ai të mos mundet ta formojë qeverinë, ndaj dhe ai nuk arriti ta formojë qeverinë dhe Kosova sipas gjasave shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme. A ka nevojë Albin Kurti për mbështetjen e Tiranës dhe të dy bashkë të përballen me rrezikun Donald Trump apo jo? Këto janë të gjitha ato që do t'i shpjegoj në këtë video, e cila duhet të jetë të dëgjohet me kujdes sipas asaj që unë mendoj, për të kuptuar çfarë po ndodh në kulisa dhe në korridore. Albin Kurti erdhi dhe pa asnjë diskutim mori pjesë në këtë takim për të shmangur disa sulme që do t'i bëheshin se je kundër Shqipërisë, po përndash shqiptarët, po dhe do të sulmohej me këtë retorikën që i bëjnë vazhdimisht nga Kosova. Por nga ana tjetër, Albini nuk e publikoi në faqen e tij të Facebookut. Dhe këtu ishte përgjigja që i mban të gjitha pyetjet që i ngritëm Kurtit një natë më parë. Kurti e dha përgjigjen dhe përgjigja e tij është: unë shkova, mora pjesë për protokoll, evitova përplasjen me mediat e Kosovës dhe me spionët e Beogradit në Prishtinë, por njëkohësisht ngrita një marrëdhënie me Tiranën apo me folen e tij ideologjike, pasi Kurti është i majt, dhe Fatos Nano ka qenë profesor i marksizëm-leninizmit, disa thonë që ka qenë, disa thonë s'ka qenë sepse i kanë pas marrë diplomat ashtu siç i shpërndante partia aso kohë. E rëndësishme është që askush nuk mund të thotë që
Fatos Nano nuk ka qenë një marksist dhe një politolog i përgatitur, pavarësisht ka qenë me diplom apo pa diplom apo këto historitë që mund t'i thonë kundërshtarët e tij. Fatos Nano ka qenë një marksist leninist, e ka dhënë këtë lëndë dhe ka qenë i aftë në argumentimin e kotësive ku ai besonte, sepse ne besojmë që marksizëm-leninizmi është një kancer i njerëzimit dhe një smundje e rrezikshme e cila e shkatëron njerëzimin në themel. Marksizëm-leninizmi është rrënja e çdo pislëku ideologjik në botë, por ky është debat ideologjik, nuk është ky momenti për ta bërë këtë. Ky është debat tjetër. Ardha e Albin Kurtit vjen në të njëjtin moment në të cilin edhe ai edhe Rama në Tiranë janë përballë stuhisë amerikane. Rama është duke rënë në pikjat dhe në rënje të lirë, dhe zoti Kurti është shumë i interesuar që ta lë Ramën të bjerë në humnerën që e ka ndërtuar vetë, por në të njëjtën kohë zoti Kurti në Prishtinë është përballë një stuhie të Donald Trump, i cili duket qartë që po mbrin në Ballkan. Do t'ju shpjegoj pak më poshtë se si po mbrin në Ballkan Donald Trumpi. Ardhja e kësaj stuhie ja bën të detyrueshme Kurtit që të vijë në Tiranë dhe të shikojë dhe të mas pulsin përveç dimensionit protokollar, që isha tek një kryeministër, ish kryeministër i Shqipërisë, pavarësisht se unë nuk jam në të njëjtën gjatësi vale dhe koordinimi politik me të, nuk jam pjesë e trashëgimisë të tij, vërtet jam i majt, po unë nuk e përfaqësoj lojën politike apo trashëgimin politike të elitave politike të Tiranës, këtyre elitave 33 vjeçare hajdute anti-shqiptare, të cilat Kurti i njeh mirë, dhe Kurti i njeh mirë edhe leximin e zhvillimeve politike. Kurti e kupton që klasa ordinere politike në Tiranë do të largohet e gjitha shumë shpejt, dhe e kupton që Ramës po i bien të gjithë gurët në tavolinën e shahut, i ra Erion Velia, i ra Belinda Balluku, po i bie gjithë qeveria në burg, dhe e din shumë mirë Kurti që kjo është një rënje e lirë e Edi Ramës, pavarësisht se Rama është duke u përpjekur që të mbahet me gajret dhe të kërkojë ndihmën e Sali Berishës që të vazhdojë të jetë në pushtet, dhe këtë nëpërmjet marrëveshjeve për kodin zgjedhor, marrëveshjeve për reformën territoriale dhe për të zgjedhur humoristin e Portokallis si kandidat të opozitës, jo në mënyrë direkte, por si një mënyrë e fshehur që në rast se Rama dhe Berisha do ta ndjejnë të nevojshme që të bëjnë një rotacion në Bashkinë e Tiranës, humoristi i Portokallis që e rriti Top Channel, kanali i Partisë Socialiste në Shqipëri, dhe që më pas kaloi ke televizioni i Çim Pekës dhe i birit të Berishës, Syri TV, dhe pastaj kaloi ke Piranjat me kollare portokalli dhe me këmishë të zezë. Tashmë ai ishte simbolik e një kodi të mundshëm apo të një marrëveshje të mundshme sekrete që mund ta bëj Rama me Berishën në rast se do t'i duhet të ndryshojnë ekuilibrat në Tiranë. Pra Rama dhe Berisha janë duke bashkëpunuar të dy për të mbajtur njëri tjetrin. Kurti e di që Rama dhe Berisha janë duke mbajtur njëri tjetrin, dhe në momente të caktuara mund të vendosin që për një vit apo një vit e gjysmë deri në zgjedhjet e ardhshme Rama të furnizojë me oksigjen atë Berishën, duke i dhënë qoftë dhe për një vit Bashkinë e Tiranës, në qoftë se do ta lejojnë amerikanët që ta bëjë këtë. Rama luan poshtë syve të amerikanëve, por ata e din shumë mirë se çfarë po luan ai bashkë me Berishën. Në momente të caktuara ata duhet të bien dakord që të mbajnë jashtë Donald Trumpin, SPAC-un dhe deleguarin amerikan që erdhi i dha direktivat për SPAC-un, dhe nga ana tjetër zgjedhja e humoristit të Portokallis, që ishte një investim i Top Channelit, kanalit të Partisë Socialiste në Shqipëri dhe të Rilindjes, i drejtuar nga Belinda Balluku deri tani, në kohët e fundit, ishte një garanci që kushdo që të fitoj është lojtari jon.
Flori, humoristi i Portokallis, është i kësaj. Mos të zgjerohem sepse loja shumë e thellë. Albini e kupton këtë. Albini është i zgjuar dhe di shumë mirë që këta do të mbyten në lucën e vet. Dhe rruga e tij mbetet e hapur, autostradë për të qenë leadershipi i pakonkurrueshëm i gjithë shqiptarisë. Por ndërkohë, a ka rival të tjerë zoti Kurti në trojën shqiptare? Sigurisht ai dhe enturazhi rreth tij i majt ndërtojnë kultin e Kurtit, që Kurti është pa rival në trojën shqiptare. Unë besoj që kjo s'është e vërtet. Unë besoj që Kurti është një nga liderët më të zgjuar dhe më të pushtetshëm në trojën e Ballkanit, por jo pa rival. Dhe Kurti e mbështet këtë narrativ. Tash më vjen në Tiranë për të dhënë një gjysmë pase ndaj Edi Ramës dhe establishmentit majtist në Tiranë, duke u thënë atyre që unë jam gati t'ju jap një gjysmë dore, të ulim, të sheshojmë konfliktet me njëri tjetrin, që të mbajmë Donald Trumpin jashtë. Pse? Sepse Donald Trump ka ardhur me shpatë të madhe, do t'ju shpjegoj si dhe pse dhe çfarë po luhet edhe në Ballkan, dhe Kurti ka frikë që zgjedhjet e ardhshme të mos fitoj më aq sa synon të fitoj. Për këtë arsye, ai ka lënë një gjysmë dere hapur për sheshimin e marrëveshjeve me Ramën dhe ka nxjerrë njerëzit e tij nëpër televizione, nëpër media, njëri prej tyre avokati Gashi, njerëz që janë pranë Albinit apo njerëz të tjerë pranë Albinit kanë dalë dhe kanë thënë nëpër media, ne nuk kemi ndonjë gjë të madhe me Edi Ramën, ne nuk kemi ndonjë problem me Edi Ramën. Ne thjesht na ka dhënë shpirti kur e shohim Edi Ramën që takohet me Vučićin. Na ka dhënë shpirti kur shohim Edi Ramën që i ngul fika pas Kosovës, pas shpine. Ne në thelb nuk kemi ndonjë problem me Edi Ramën. Dhe kjo është një mesazh që e bën Albin Kurti për majtistët dhe leftistët e Tiranës, dhe po ta shihni Albin Kurtit ishte ndërmjet Edi Ramës, Arta Dades, që është një nga patriarket e të majtës shqiptare modeli grua dhe femër, nga ana tjetër ishte nga enveristi Ali Ahmeti, i cili ka humbur në mënyrën më spektakolare të mundshme imposhtur nga vleni në Republikën e Maqedonisë Veriut, sepse narrativën e tij shqiptarët e Maqedonisë e kuptuan që ishte vetëm një humorist i cili pretendonte mbrojtjen e interesave shqiptare, por shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë ngrënë fikat më të mëdha të helmuara që kanë ngrënë Maqedoninë e Veriut, i kanë ngrënë nga Ali Ahmeti, ato që janë arrestu, ato që janë vra, burra ndershëm, trima, kush ka përfunduar në burg, kush është zhduk, kush është eliminu, ju në Maqedoninë e Veriut ja dini mirë emrat. Shqiptarët u zgjun në Maqedoninë e Veriut dhe e shkatërruan Ali Ahmetin, e lanë vetëm me 4 komuna, edhe tani pas rezultatit balotazhit me 4 komuna e lanë Ali Ahmetin. Ali Ahmeti erdhi kërkoi mbrojtje ke Edi Rama me takimin e UÇK-s, takimin i cili u bë nga Edi Rama në Tiranë bashkë me zarët e tij për t'i bërë ballë, për t'u ngjitur tek anija e Trumpit, për t'i thënë që ne jemi gati që të mbështesim rikthimin e Hashim Thaqit, sepse Rama do t'i thotë Trumpit dhe amerikanëve që i vetmi person, nëse doni me rrëzu Albin Kurtin, duhet nxirrni Hashim Thaqin dhe Kadri Veselin nga burgu. Dakor? Amerikanët janë 200 hapa përpara dhe i kuptojnë mirë këto lojrat e këtyre. Zoti Kurti e jep përgjigjen edhe për mua, edhe për tjerët, pa shka se nuk është përgjigje, i përgjigje Kreshnik Osmanit, të kuptohemi, por nuk jam unë i vetmi e që ka pas pyetje. Ka pas qindra e mira shqiptarë të ndershëm, të cilët e admirojnë zotin Kurti brenda Kosovës, që më kanë shkruar Kreshnik, as ne nuk e kuptuam këtë lëvizje të Kurtit, përse ai duhet ta bënte këtë. Kishte sigurisht pjesë të naive, të cilët thonë pusho ore kresho, sepse ai protokoll shtetërore ka dhe ai do të më ndalu mua që t'i bëj pyetje Kurtit. Pse? Sepse ka një tuf debilësh atje që mendojnë që Kurti është zot, Kurti është i pagabushëm, Kurti është Skënderbeu, Kurti është njeri, është politikan dhe do të mbahet në kontroll si ai
si çdo politikan tjetër shqiptar që të mos lujmë mëndsh, të shohim çfarë do bëj dhe hap pas hapi do kontrollohet. Me sy mbyll i besojmë vetëm Perenis, atij që na ka dhënë shpirtin. Dhe ai që na ka kriju shpirtin, që na ka kriju ne, që është i madhi Zot, që ne besojmë me sy mbyll, ai ka dhënë prova që ekziston. Që s'kishte nevojë as me dhënë prova, i dha dhe provat. Ati ne i besojmë me sy mbyll. Kurti, Rama, tjetri janë njerëzor. Do të kontrollohen. Beso dhe kontrollo. E mbështesim kur është për të mbështet, kur e dredh bishtin i themi, zotni pse e bën ti këtë? Nuk besojmë ne, nuk jemi ne analfabet. Interneti apo ushtri elektronike, miza elektronike. Çka po do t'i Bekresha që po e pyet Kurtin, ai është veti shqut, po i di vet ai gjonat. Jo. Dina i po i dim dhe ne gjërat. Dakor? Kurti u tregua jashtëzakonisht i zgjuar dhe dha përgjigjen rrufeshëm, asnjë publikim, asnjë post nga takimi i Tiranës. Dhe kjo ishte shuplak për këta të Tiranës, që i tha shiko, unë erdha, sepse do mësulmonit dhe do thonit po për qa kombin, erdha për protokoll shtetëror, por mos kujtoni të më digjni, duke i thënë opinionit publik që Kurti u afru me Ramën dhe u pajtu me Ramën, siç po bëjnë mediat e Edi Ramës sot gjithë ditën në Tiranë. U pajtua Kurti me Ramën, dora e ngrohtë e dashur e Ramës. Rama po të dha dorën të ka fut thikën, sepse është i pabes, është anti-shqiptar, është i pabes, është pa burni, është pa nder, është pa cip, është pa asnjë lloj kompromisi, është njeri i cili nuk e njeh nderin, nuk i njeh principet dhe konceptet e burrnisë. Nuk ka asnjë lloj kodi, është njeri tërësisht i pa fytyrë, i cili është një makiavelist i nivelit ndërkombëtar, i cili po të dha dorën të zhduku, po të fërkoj të nguli thikën, i shet shokët e vet, i ka shit gjithë. Ky është Nesti Angoni vet, ky e ka prodhuar Nesti Angonin, që po zhduk gjithë shokët e vet, siç bëri Enver Hoxha. Ky lloj perversiteti është te geni i këtyre komunistëve. Perversitet, zhdukja e gjithë shokëve dhe miqve për të mbietuar vet. Këtë po bën dhe Rama. Nesti Angoni është që po i çon këta në spak, është spiuni imagjinar që ka shpik Rama brenda tyre për të dorëzuar Veliajin, për të prek kokën e Veliajit, Ballukut e këtyre me radhë. Dhe kjo ishte arsyeja dhe e tensionit djeshëm ndërmjet Belinda Ballukut dhe Edi Ramës atje tek ceremonia ku përpoqën të ndërtojnë një hero për shqiptarët, heroin e Miloševićit Fatosnano, heroi liberal që ishte pro-perëndimor dhe këndonte Frank Sinatra edhe Beatlesat e Let It Be, Let It Be. E përsëris edhe një herë qëndrimin për ata që nuk e kanë të qartë, Zoti Fatosnano është heroi i familjes së tij dhe në dimensionin njerëzor ngushëllimet i përkasin rrethit familjar dhe rrethit të miqve të tij, të gjakut të tij, bashkëshorteve të tij, të afërme dhe dashurme të tij. Herojt e Shqipërisë i vendosin qëndrimet e tyre politike dhe nuk ka lind ai qenë Birqeni, qoftë Rama, dhe me gjithë çfarë ka nga mbrapa, me gjithë internacionalen komuniste që ka të gjithë botës nga mbrapa, nuk guxon të prodhoj dhe të fabrikoj për sa kohë ne jemi gjallë, heroj pa lejet e shqiptarëve, duke i dalë kundër interesave të shqiptarëve. Zoti Nano tashmë ka kalu ke i madhi Zot dhe atje do t'jap llogari ai edhe ne se çfarë kemi bë për popujt ton, si në dimensionin njerëzor, për familjet tona në dimensionin njerëzor dhe për kombet dhe për popujt tan në dimensionin politik kur keni vendosur të jeni figura qendrore politike. Albini kishte një nevojë për të qenë që të mos sulmohet dhe e fshiu, e rrafshoi atë që kishte bërë, si për të pranuar që ajo që kishte bërë në Tiranë, me ardhin e tij në Tiranë, ai nuk është dakord me atë, por kishte qenë i detyruar të vinte për arsye të cilat ai nuk është në gjendje t'i shpjegojë dot të gjitha. Nga ana tjetër, me këtë gjest, Zoti Kurti
ka thënë dhe ka kalkuluar me shumë zgjuarsi marrjen e një lloj mbështetje momentale prej Edi Ramës në zgjedhjet e ardhshme për të në Kosovë, në mënyrë që ky t'i premtoj Edi Ramës gjithashtu një lloj suportimi apo linkimi të fateve të tyre përballë administratës Trump dhe përballë Amerikës së Re në Ballkan. Ndaj, Albin Kurti e fshiu nga memoria e kujtesës tij, sepse normalja do të ishte zoti Kurti erdhi në Tiranë dhe tek faqja e tij e Facebookut, siç nxjerr takimet me luftëtarët e UÇK-s, me fermerët, me punëtorët nëpër Kosovë, me takimet që bën ndërkombëtare, do të kishte nxjerr në faqen e tij të Facebookut edhe praninë e tij të ndjeshme në Tiranë. Nuk e bëri për t'i treguar shqiptarëve që isha i detyruar të shkoj atje dhe nuk kisha asnjë mundësi që të mos shkoj. Shkova për hatër të kombit, por njëkohësisht i ka dhënë Ramës një mesazh që shiko, Trumpi ty do të zhduk, Amerika ty po ta bën gati me të zhduk. Mua nuk do të më heq për të njëjtat arsye, por edhe mua nuk më ka qef në Kosovë, sepse e urdhëroi opozitën të mos lejoj të formohet qeveria dhe Vjosa Osmani, zonja presidente, e kaloi radhën atyre të opozitës dhe do shkojnë tani në zgjedhje që janë referendum për Kosovën. Kurti pra luan me një gur rreth 500 zogj, por përgjigja e zotit Kurti sot ishte e qartë. Duke e zhdukur nga kujtesa e agjendës së tij politike dhe duke mos e regjistruar në ditarin e tij politik, zoti Kurti i tregoi shqiptarëve që ai është kundër parisë imorale të Tiranës, edhe nëse është marksiste leniniste, por nga ana tjetër ai nuk mundet të tejkalojë çdo protokoll shtetëror, sepse propaganda e mediave në Prishtinë dhe në Tiranë do ta masakronin atë. Por nuk përjashtohet gjithashtu që në takimin e Londrës dhe në takimin me Charles, mbretin Charles në Londër, Rama dhe Kurti kanë marrë sinjale që të afrohen me njëri tjetrin dhe të lënë ato hatërmbetje të pas, sepse Londra me Washingtonin tashmë janë në përplasje të fortë, është një debat shumë i madh, është temë shumë e hollë, nuk i shpjegojmë dot të gjitha këtu. Kur shkoi presidenti Trump në Buckingham Palace, pothuajse nuk ju bën të gjitha nderimet ashtu siç duhet për t'i dhënë përgjigje Donald Trumpit se bota drejtohet nga Londra dhe jo nga Washingtoni, dhe i dhanë mesazhet e duhura që ne në Londër nuk pranojmë të kalojmë nga Pax Britannica në Pax Americana, dhe ja dhanë përgjigjen e dytë Donald Trumpit sapo u kthye nga Buckingham Palace që Amerika e thellë nuk do të jetë dot larg Londrës. Detajet e tjera nuk i themi dot, do t'i themi, por ustallarët e kuptojmë çfarë po themi. Dhe kjo ishte arsyeja përse menjëherë pas kthimit të Donald Trump nga Buckingham Palace, atje ku presidentët amerikanë bëjnë gjithmonë vizitën e tyre të parë jashtë Amerikës kur zgjidhen president. Pse? Sepse ky është pushteti i jashtëzakonshëm i kurorës së mbretëreshës së Anglisë, dhe ky është debat tjetër dhe histori tjetër. Pas kthimit nga Londra, Donald Trump e mori edhe një përgjigje të fortë nga Londra, që ishte njohja e shtetit të Palestinës. Nga Londra, nga Franca, pastaj nga Europa që u bë, dhe kjo ishte një përgjigje, mesazh i koduar nga Londra që Trump nuk do të hyjë dot në Europë. Apo nuk do ta lënë të hyjë në Europë, apo nuk do ta lënë ta drejtojë botën. Bota drejtohet nga Amerika, por nën kujdestarinë dhe jo larg syve të kujdestarisë së Londrës. Pas takimit në Londër, ardhja e këtij shtrëngimi duarsh të ngrohta mes Kurtit dhe Ramës mund të jetë edhe një sinjal nga Londra që shiko, lërini përplasjet me njëri tjetrin, por bëhemi kujdes që mos na hyj Trumpi në Ballkan dhe në Europë. Kjo është një nga situatat, detajet e tjera nuk i themi dot sepse nuk i kuptojnë dot njerëzit e thjesht. Unë jam i thjesht si ju, të kuptohemi,
por njerëzit të cilët nuk i njohin shumë mirë kulisat e lojës së madhe dhe korridoret e errta të ftohta të politikës dhe geopolitikës nuk mundet të ta kapërdin apo ta tresin, sepse është shumë e rëndë si mesazh. Ndaj të rim ka ajo që është e perceptueshme për njerëzve. Zoti Kurti u përgjigj dhe shkon me sa duket drejt zgjedhjeve të ardhshme dhe do të lërë Edi Ramën bashkë me elitën marksiste të Tiranës, që synon të maskohet me Amerikë, me Frank Sinatra dhe me Beatlesat, të bëjë si amerikane, derisa të forcohet lindja, por ai do ta lërë Tiranën që të zhytet në lumin e vet dhe të bjerë në rërënje të lirë, por do që të ruaj një lloj komunikimi me të majtën shqiptare, me të majtën e ndershme shqiptare, ka socialistë të ndershëm në Shqipëri, ka socialistë patriot, ka socialistë komunistët janë të ndarë në disa shtresa. Ka komunist agresiv, marksist, leninist në ideologji, të cilët janë sëmundja më e rrezikshme e planetit është marksizëm-leninizmi. Ka dhe socialistë të cilët nuk e din pse janë socialistë, por janë të majtë sepse e ka pas gjyshin partizan. Gjyshi atit vetë nuk ka qenë komunist, ka shku, ka dalë, ka luftu për Shqipërinë kundër okupatorit gjerman, kundër fashistëve italian, kundër tyre, ka dhënë jetën për Shqipërinë. Dhe jam i majtë, thotë, dhe i kam gjuhë shpesh. Jam i majtë sepse gjyshi im ka qenë partizan. Jam i majtë se ne kemi qenë me luftën nacionale shkrimtare, por nuk janë në ideologjikisht marksist. Po ta shihni ju për shembull, pjesa më e madhe e të majtës në Shqipëri nuk janë pervers, nuk janë të ndyrë, nuk e pranojnë LGBT-qen, nuk e pranojnë martesat burr me burr, gru me gru, nuk i pranojnë abortin, nuk i pranojnë të gjitha agjendat e të majtës neoliberale. Në thelb janë të djathtë, por qëndrojnë majtës sepse kanë lidhje shpirtërore me të majtën ideologjike të përsipta. Kjo shtresë nuk është e vogël, ndaj kjo shtresë është e qarë me sektin e rilindjes, sekti i rilindjes që është Spiro Pali, Rama, Balluku, Velia, këto janë ideologjikisht janë në shpirt, në brum janë marksist, në dogm, kurse të tjerët janë socialist sepse për arsye që ja përmenda. Albin Kurti do të ruaj një kanal me këtë të majtë, me të majtën e shëndosh në Tiranë, me të majtën e shëndosh në Shqipëri, e majta që nuk është perverse, nuk është radikale, nuk është dogmatike, dhe si i tillë ai kërkon të ruaj një marrëveshje, një marrëdhënie të mirë me këtë të majtë shqiptare të Shqipërisë, me kushtin apo me shpresën që pasi të bien elitat politike në Tiranë dhe të lind një klasë e re politike në Tiranë që do të lind, Albin Kurti të mos i humbas të gjitha aksionet që ka brenda Shqipërisë dhe brenda të majtës shqiptare. E kuptuam? Ndaj e falenderoj zotin Kurti që më dha përgjigjen, sigurisht nuk e ka bërë vetëm për mua, e ka bërë për shumë të tjerë, e ka bërë për opinionin publik, por me që unë i ngrita pyetje të mbrëmi pari, e mora përgjigjen shpejt. Kurti nuk e nxorri në faqen e tij, nuk e publikoi, dhe kjo i kishte të gjitha përgjigjet brenda. Po përgatitemi për situatën Trump, i cili gjithashtu po bën gati shkundjen e Serbisë dhe të Beogradit. Ardhja e amnistisë për Milorad Dodik nuk është gjë tjetër përveç se një përgatitje e Donald Trumpit dhe e establishmentit në Washington për të krijuar dhe për të marrë në anën e tij një lojtar dublant të Aleksandr Vučićit, i cili i tregonte Washingtonit dhe Perëndimit që unë jam i vetmi me të cilin mund të merreni vesh, siç bën Rama dhe Berisha këtu në Tiranë. Dhe duke luajtur dyshe me Moskën, Pekinin, me Brukselin, Londrën dhe Washingtonin, synonte Vučićit të shantazhonte Perëndimin duke i thënë që nëse ju do të më godisni, unë do të largohem se më pret krau tjetër. Çfarë i bën amerikanët? I futën një amnisti Dodikut dhe do të ngrenë Dodikun tashmë si një lider të ri, ultranacionalist, por nacionalizëm që e ka
dozën amerikaniste dhe të perëndimit brenda dhe Dodiku e shet Vučićin më njëherë dhe pasi ta shes Vučićin krijohet kulti i ri i Dodikut, i cili i shfaqet serbëve si njëri i cili mbron narrativën e tyre nacionaliste, pro-ruse dhe pro-interesave të Serbisë në Ballkan dhe njëkohësisht ngul thikën tek shpina e Aleksandar Vučićit, i cili do të bjerë në pikjad pas protestave të jashtëzakonshme që kanë nisur sërish në Beograd. Janë përshkallëzuar protestat dhe duket qartë që fundi i Vučićit është shumë i afërt. Kjo fik e Vučićit nga Dodiku, i cili pa diskutim e ka shitur Vučićin në Amerikë, dhe marrja amnistisë ka një kosto, nuk e kanë falë Dodikun vetëm, nuk e kanë falë amerikanët Dodikun, nuk i kanë bërë amnisti për sytë e bukura të lobistit izraelit, por është lojë më e madhe dhe shahu amerikan është për Vučićin, i cili është në pikjad dhe zëvendësi është gati. Tirana është duke e parë këtë situatë me kujdes dhe po përgatitej që të bënin të njëjtë skem. Rama ka tentuar vazhdimisht që të përplaset me Albin Kurtin, që t'i thotë Donald Trumpit, më ke mua lojtar, po deshe ja thy unë kokën Kurtit, dhe ndaj e bëri edhe tubimin e UÇK-s me mashtruesit e tij në Tiranë për të ngjitur tek barka e Trumpit dhe Richard Grenell, duke u thënë atyre që ja ne jemi të Hashim Thaqit, ne jemi me Hashim Thaqin dhe ju ndihmojmë ne që t'i bëjmë presion Hagës që të lirohet Hashim Thaçi dhe të kthehet me Kadri Veselin dhe me ish komandantet e tjerë në Kosovë dhe të largojmë Albin Kurtin që po ju shkakton ju dhimbje koke, ose duke e paraqitur Kurtin si një nacionalist ekstremist, të cilin ai ka shumë mundësi ta shes. Albin Kurti afrohet edhe për të mbrojtur veten, por edhe për t'i dhënë një sinjal establishmentit Tiranës që ata duhet ta mbështesin në zgjedhjet e ardhshme në mënyrë që ai të jetë në Kosovë, por nga ana tjetër ruhet dhe bën distancimin 180 gradë me elitat e korruptuara dhe të fundosura të Tiranës, Rama, Berisha, Meta, Nano dhe Gji, çfarë ishin ekipi i vjetër që do të largohen nga drejtimi i Shqipërisë dhe merret futet në mbrojtje në Prishtinë për të bërë gati për hapat e radhës. Vučić po bëhet gati të bjerë, zëvendësi i tij moral është Dodiku, figurat të tjera mund të lindin, Dodiku e shiti Vučićin, kush do të shes këtu në Shqipëri do ta shohim, loja do të jetë interesante dhe unë do të jem këtu për t'ju shpjeguar të gjitha lojën e Shqipërisë, lojën e rajonit dhe lojën ndërkombëtare e cila lëviz me ritme të jashtëzakonshme, por ju e dini, pjesën tjetër të zhvillimeve do ta ndiqni në numrin e ardhshëm.